Ndërkaq sa i përket aftësisë për ta mbrojtur veten, ne kemi trashëguar një gjendje shumë të vështirë. Forca e Sigurisë Kosovës në vitin 2021 i ka pas 2200 ushtar e oficer, 2200, edhe veç 2 lloj të armatimeve. Revole Glock edhe pushk Heckler, kaq. Ma armatosur ka qenë policia se ushtria. Ma shumë armatim kam përshtypjen kena pas në për Oda se sa në kazerma. E sot, Forca e Sigurisë Kosovës i ka mbi 40 lloje të ndryshme të sistemeve të armatimit, duke përfshirë 3 lloje të luftarake pa pilot, 4 lloje të sistemeve raketore antitank, 4 lloje të mortajave, shumë lloje të mitralozëve të lehtë të rënd, si dhe sasitë mjaftueshme të pushkëve individuale, jo vetëm për pjesëtarët aktiv, por edhe për rezervën vullnetare që do ta nisim në mandatin e ardhshëm. Së fundmi kemi bler edhe sistemin më modern të artillerisë mobile Hawkeye topa 105 mm dhe jemi në proces të blerjes së helikopterëve Black Hawk skifteri i zi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me qëllim të kompletimit të flotës së transportit ushtarak, kemi bler kamion Unimog nga Mercedesi, kamion ushtarak Rheinmetall nga Gjermania, 10 i kena ble, 5 na i kanë dhënë donacion, Humvee dhe autoblinda Guardian nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe autoblinda luftarake turke Cobra dhe Vuran me mortaj 120 mm me shënjestrim digital preciz. Në Defender Europe 21 dhe 23 kemi qenë pjesëmarrës, në Defender 25 kemi qenë edhe një koqir, në mesin e 25.000 ushtarve në Evropën lindore kanë qenë 938 nga Forca e Sigurisë Kosovës, me qrast komanda e divizionit 28 të Komsërisë Amerikane ka kontrolluar, mbikëqyrur, komanduar operacionet nga Kroacia e deri në Bullgari prej Babajt Bukës. Këtu në Gjakovë. Përveç sistemeve raketore antitank Javelin, kemi edhe sistemin raketor antitank Omtash, Har 66 dhe Panzerfaust 3, gjithashtu fluturaket Bayraktar TB2, kanë edhe raketa antitank dhe antibunker, me cilët mund të godasim objektivat nga ajri. Tashmë ua kemi bërë të padobishme flotën e tankeve dhe mjeteve të blinduara Serbisë, gjatë kohës së okupimit, ose kur kishte gjendje të jashtëzakonshme, ju të nderuar qytetar e dini që Serbia depërtonte gjithandej edhe vijave të frontit, por edhe në zonat urbane, pikrisht duke ju falendëruar automjeteve të saj të blinduara e sidomos tankseve që i kishte me qindra sosh. Ato tankse Serbia i ka dërguar në Rusi për me i modernizu edhe ma shumë, mirë po të gjitha këto investime të Serbisë kanë pas vlerë veç se në të kaluarën. Me qenë se me sistemin që e kemi në tash, të gjitha ato i ka të padobishme pse i posedon dhe vetëm i shkaktojnë shpenzime sepse duhet t'i mirëmbaj. Pra mbrojtja jonë nuk është veç e fortë, po është edhe e mençur. Por le të mos krijohet përshtypja që FSK-n, kur e kemi gjetë në 2021, e kemi gjetë të pajisur dobët, e policia na pas ka qenë shumë mirë. Policia ka qenë më e pajisur se FSK-ja, por as policia nuk ka qenë e pajisur mirë. Konkretisht, policin e kemi gjetë me 750 armë të gjata, e tash i ka 7800. Policia e Kosovës, deri në vitin 2021, i ka pas veç 2 mitralozë 12.7, edhe atë të paketuar.
se nuk kanë lënë e prorët dhe politika mi përdur. Tani i kanë mbi 70 copë, i kemi pas 30 blinda, tash i kemi mbi 70 për policinë e Kosovës. Vullneti politik ka munguar, se nuk ka munguar dëshira dhe gatishmëria e policisë tonë. Nuk janë policët e tjerë tash, janë po ata policë, po aty kemi tash dije dhe vullnete të çliruara nga ndrydhjet e shtypjet e shfrytëzimet e dikurshme